15 dhjetor, ngriu në luftoni për vendin tuaj. Presidenti Trump nuk do të lejoj askënd nga Europa, por dhe nga vendet e tjera që kërkojnë të sundojnë në hemisferën perëndimore. Mbas Ekuadorit, Argjentinës, një fitore shumë kuptim plot e të djathtës në Kili. Madje një ultra i djathtë ka fituar si president me 59 me 40%, mbas 2 orë vajteve, 2 herë ka konkuruar, nuk ka fituar dot sepse nuk merrte moderatorët. Mbështet familjen, traditën, dinjitetin, kundër abortit, kundër martesave mashkull-mashkull, dhe biografia nuk funksionon. Është me origjinë gjermane, ka 9 familje, i krishterë, familje, mbas 30 vjetëve që nga largimi i Pinochetit, një djathtë kthehet në Kili. Djathtë i tij thonë që ka qenë antar i partisë naziste, nuk merret kush me biografi. Një mesazh që për në vende të vogla siç është Ballkani dhe Shqipëria. Ajo që do doja të veçoja është që menjëherë sekretari i Departamentit të Shtetit Mehmet Rubio ka uruar presidentin e ri të Kilit. Kur zyrtarisht e pyesim departamentin që pse nuk kanë uruar Ramën kur Blinkeni festonte kur Rama fitonte, përgjigjja është pak a shumë që departamenti amerikan i shtetit nuk do të bëjë urime për zgjedhjet, nuk do të marrë qendrim për to, por kanë uruar në Poloni, kanë uruar dje në Kili, dhe atë ditë që kanë qenë zgjedhjet në Shqipëri, kanë qenë në 2 vende të vogla periferike, Rubio i ka uruar. Por qëndrimin real të amerikanëve ndaj Ramës, Rama e di. Mbas korrupsionit madhor të asaj që Berisha e quajnë Lubia, duket se kryeministri i Shqipërisë është Balluku, nuk është Rama. Rama është trembur dhe është friksuar shumë. Më vjen mirë që pranoj atë që Fokusi ka thënë që në 2 dhjetor që Byroja e Hetimeve ka bastisur zyrat në kryeministri. Kanë qëndruar deri në orën 2 të natës. Kanë marrë të gjitha nga çrute e kompjuterëve, të dhënat, fotokopje, dhe lakonike ajo që vajtën për t'i dhënë urdhrin e pezullimit. 3 vet nga Byroja për dënuar. Thueni, pranoj, keni shkuar të bastisni, si bastistë FBI këtu. Nga mesazhet e shumta që kam, do të merrem me këtë. Spiro Pali, qënkër ka fytyrë më e ndyrë korrupsioni se sa Balluku. Po pastron miliona dollar, më thuhet mesazh, në Kanada nga një oligark i cili ka kohë që është nën hetime nga SPAK. Ju kam thënë që Rama ka aksione të fsheta në të gjitha bizneset e mëdha në Shqipëri, i ka marrë aksionet nga këta oligark, kërkon të shes, është orvatur të BlackRock amerikan, ndaj endet si që futin në shkretir për të pikërisht për këtë. Ka 2 rrugë. Ai mund të përfundojë si diktatori sirian që jeton në një lagje të pasur të Moskës. Aty është dhe ish presidenti i Ukrainës. Zgjedhja tjetër është Mubaraku, Gaddafi, kur një drejtues e një vendi që ka vjedhur në shifra kaq të mëdha, fundi është i tmerrshëm. Pse media ka ndaluar dhe nuk jep më nga mesazhet vulgare, rrugaçërore të Mataharit Athinës? Kjo tregon që media kontrollohet nga ajo. Një televizion afër familjes Ramës, edhe ai është zhytur thellë në korrupsionin e Ballukut. Balluku duhet të ketë bërë atë që ka bërë Veliaj dhe Ametaj, të cilët janë shfryrë para hetuesve amerikanë. Natyrisht, për pazar, për të shpëtuar dënimet maksimale dhe për të ulur dënimet. Por Ametaj ka dhe diçka tjetër, ka raportuar në imësi për vjedhjet e Ramës, cëlimin e sigurisë kombëtare amerikane tek ambasadorja Eurikim. Nuk e di. Ai ka përcjell ambasadorja Eurikim
raportimet e Ametaj. Natyrisht që në çdo ambasadë ka shef stacionit CIA-s, por ne kemi edhe përfaqësues të FBI-t. Dhe ambasadori është si presidenti, ndërsa shefi i sektorit, shefi i stacionit të FBI-t janë si Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Ata kanë kanalet e tyre, por nuk mund të pretendojë Urikim që mund të bëhen veprime nga ata pa dijen e saj. Unë jam 100% i bindur që ajo ka pasur dieni për vizitat e McGonigal në Tiranë. Ajo mund të ketë qenë të paktën një takim të Ramës me McGonigal. Dhe në rihapjen e dosjes së McGonigal, natyrisht që do të bjerë dhe ajo, sepse hetimet janë serioze. Ja u thash që po shkohet drejt 60 akuzave për grupe strukturuar kriminal për Soros. Natyrisht që ndaj Trump, media e majt, korporative, vazhdojnë të tallen, e përçmojnë, duke arritur kulmin në një emision humoristik të majt, Saturday Night Live, ku vazhdojnë të tallen me Trump. Është dikush që imiton, por çdo të sunë një gjë. A mundet media e majt të paktën 2 javë të pushoj sulme detalje ndaj Trump? Midis Krismas, Krishtlindjesh. Por ata e urrejnë. Wall Street Journal është kundër ti. Fox News Digital kundër ti. Fox News program televiziv jo. Pronar është Murdoch. Maga nuk lexon. Ndaj në Wall Street është i ashpër ndaj ti. Denigrues. Maga shikon emisionet e Foxit, ku ai bën miliarda dollar, aty qëndron mbështetës për zotin Trump. Trump e di dhe her pas here shan edhe Fox News Digital. Por Fox News Digital ka pasur 2 shkrime dhe në të fundit është marrë me korrupsionin masiv të Ballukut. Ka 2 mënyra ndëshkimi. Mund të jetë deklaruar non grata nga amerikanët pa e bërë publike. Dhe më duket çudi që Fox Digital i kërkon departamentit që a do të bëhet ajo non grata, ajo nuk ka pasaport. Ajo po hesht. Mundësit janë që ka bashkëpunuar me FBI-n shqiptare, BHK, por dhe me FBI-n amerikane, sepse ajo e di që njerëz saj janë kapur. Si mund kapet Spiropali dhe njerëzit e saj në Kanada. Unë do ta vazhdoj, do ta hulumtoj dhe sa më shpejt kem prova, do t'u sjell. Por ajo dihet që lundron luks. Të gjithë këto lëtyra të një partie që hiqet e majt, lundrojnë në luks maramendës. Perandoria botoxit janë bërë si seks model, fytyrat shëmtuara për para 10 viteve, dhe duke vjedhur çdo gjë nga pensionet, nga rrogat, nga strehimi, nga shëndetësia. Dhe në fund duan t'ju vjedhën në familjen, prindi A, prindi B. Çfarë duhet ngjas më shumë që të çohen shqiptarët? Jo se shqiptarët nga nënçuar, por vatet lapaj të bëjnë një rezistencë, por aq thith. Ai ka 60.000 vota. Pra ka humbur dhe besimin e votuesve të tij. Problemi është se shqiptarët e kanë frikë. Kush është në një punë, pushohet nga puna. Kush ka një biznes të vogël, mbytet me taksë. Plus që Rama është lidhur me krimin. Element kriminal bëjnë trusni, bëjnë presion, dhe kjo duket qartë në kanalet televizive të kontrolluara për ti. Por brezi i ri nuk do t'ja di, nuk e shikon. Si kanalet e Ramës, si kanalet e Berishës, derisa dalin aq pak njerëz në shesh. Është brez tjetër.
Masë Shqipërisë duhet një lloj kreshnik spahiu që mblidh aq njerëz në qoftë se e kishte njerëz të tij, sepse këtu pushteti bën çdo gjë. Ballkani Perëndimor thelbin e zgjidhjes të çështjes ka Shqipërinë. Presidenti Trump, jo vetë personalisht, secili kalon një periudhë të keqe shëndetësore, rënje dymenshme mbase, por ata që kanë përpiluar programin e strategjisë kombëtare i japin përparësi mbështetjes forcave djathtë. Shembulli është në Amerikën Latine. Ja u thashën Kili, Ekuador, Argjentinë, në Honduras, ndërhyrje. Ndërhyn në Europë për forcat djatha që nuk mund të fitojnë sepse struktura e partive politike në Europë është e tillë që Merz me 23% a 24% bën qeveri se bashkëpunon me të majtë. Dhe jo me djathtë. A do të dinë shqiptarët të përfitojnë nga mbështetja e platformës djathtë të presidentit Trump? Shembulli është afër. Rumania, Bullgaria dhe protestat e shumta në Serbi. Rama është në panik. Do të vinë 18 nëntor, nuk ka ardhur në Amerikë. Jo se e ndalon kurse është kryeminist, ka imunitet në Manhattan me një ftesë OKB-e vjen. Por vazhdon me ëndrrën që do të shkojnë në Mar-a-Lago me Kushner. Kushner është fuqizuar shumë, edhe pse fillimisht u largua, por Kushner është një barë mbi shpatullat e Trump. Në rastin e parë që u mbet kongresi e timet me të fillojnë. Trump, siç thotë Marjorie Greene e Georgias, kongreswoman që u largua, nuk më po mendon America first, por familja e tij first. Janë pasuruar fëmijët e tij, është pasuruar ai. Ky është problemi i madh. Dhe Kushneri, sa herë që shikonin në Trojez, është thjesht për pisliqe biznesi. SPAC duhet shtojë tek hetimet e tij sponsorizimin mbi $250 të një aktiviteti partijak të Ramës në Manhattan, orvatjet e Spiropalit në Kanada dhe kalesat me njerëzit me lidhje nga venat Ballukut. Mund të kanë nisur, nuk e di. Ashtu siç ka nisur hetimin e dosjes Megani. Në darkë në 20 me orën amerikane do të kemë pjesën e dytë ku të ndalem realisht me qëndrimin e administratës së re ndaj Shqipërisë. Përfaqësuesi e Trump sinjalizon çdo ditë departamentin. Ja i njohin situatën imësisht. Një deputet i Berishës ishte në departament, e pa vetë. Shumë gjëra nuk thuhen publikisht, o mesazhet janë dhënë. Rama që feston tek ambasada greke, nuk ka prekur në ambasadën amerikane, thoj se një vit, dhe sfida që kërkon të bëj, duke nxjerr turpshëm dyrësisht gjykatën kushtetuese. Më thoni neni që është shkelur për të pezulluar një kusare të dërguar nga Greqia. Si thoshte media greke, pastrusja, dado e fëmijëve bëhet zëvendës kryeministre. E keqja ka vetëm një emër. Ai quhet Edvin Rama. Por nuk është vetëm ai. Është Balluku, Spiropalia, bashkëshortja e tij që e mban sekretare të opozitës, hajdut ordiner, vjedhës dhe anti-shqiptar, kjo është e keqja më e madhe. Janë larguar 1 milion shqiptar. E keqja ka një emër, Edvin Rama. Edvini është në panik. Ai e di se çfarë prat. Kudo në Shqipëri.